Ndalemi mëgjërësisht fillimisht tek politika. Lufta në lindjen e mesme ka vënë në lëvizje edhe kreun e shtetit Bajram Begajin, i cili siç presidenca thot në një reagim ekskluziv për Report Televizion, ka kërkuar informacion mbi masat e marra nga institucionet e sigurisë dhe të mbrojtjes. Presidenca thot se Begaj u ka kërkuar krerëve të këtyre institucioneve që në plan të parë të kenë sigurinë e shqiptarëve që ndodhen në zonat e konfliktit. Presidenti Bajram Begaj nuk e ka thirrur Këshillin e Sigurimit Kombëtar për të diskutuar shkallën e rrezikut mbi një impakt të mundshëm të konfliktit në lindjen e mesme edhe mbi vendin ton. Por pavarësisht kësaj, presidenca në një reagim ekskluziv për Report TV thotë se kreu i shtetit ka komunikuar me krerët e institucioneve të sigurisë dhe mbrojtjes për t'i kërkuar informacion mbi masat e marra. Presidenti i Republikës po ndjek në vijimësi me vëmendje të shtuar zhvillimet dhe është në komunikim të vazhdueshëm institucional me të gjitha institucionet përgjegjëse për sigurinë dhe mbrojtjen. Kreu i shtetit ka kërkuar informacion dhe është informuar në mënyrë të vazhdueshme mbi masat e marra nga institucionet që i ngarkon kushtetuta dhe ligji për garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes. Në përgjigje të interesimit të Report TV, presidenca thotë se ka kërkuar rritjen e gatishmërisë duke vendosur në plan të parë sigurinë e shqiptarëve në vendet e konfliktit. Presidenti i Republikës ka udhëzuar angazhim dhe përkushtim të institucioneve, me fokus të veçantë te qytetarët shqiptar, që ndodhen për arsye të ndryshme në rajonin e lindjes së mesme. Presidenti Begaj ka theksuar nevojën për forcimin e masave të sigurisë dhe rritjen e gatishmërisë të strukturave përkatëse, duke vendosur në plan të parë sigurinë dhe mbrojtjen e qytetarëve. Sipas shifrave zyrtare, vetëm në Emiratet e Bashkuara Arabe, në nisje të konfliktit ka patur rreth 3.000 shqiptar, një pjesë të cilëve janë kthyer në vend. Një sulm kibernetik ka goditur postën elektronike të Kuvendit të Shqipërisë. Grupi i hakerave të lidhur me Iranin, Homeland Justice, njoftoi në Telegram se kishte shtë në dorë komunikimet e deputetëve, duke lidhur goditjen e tyre si hakmarrje ndaj strehimit nga Shqipëria të mujahedinëve. Parlamenti konfirmoi pasdite se është konstatuar hyrje e pa autorizuar dhe fshirje një pjesë të dhënave, por pa u prekur infrastruktura kryesore e sistemeve. Në kohën kur në lindjen e mesme ka shpërthyer lufta dhe Tirana zyrtare është raditur krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës e Izraelit, posta elektronike e Kuvendit të Shqipërisë ra prej një sulmi kibernetik, pas të cilit qëndron një grup iranian i quajtur Homeland Justice. Hakerat kanë publikuar në një grup në aplikacionin Telegram foto që shfaqen emailët të administratës së Kuvendit dhe mbajnë datën 3 mars të vitit 2026. Emailët i drejtohen deputetëve Belinda Balluku, Damian Gjiknuri, Edi Paloka dhe Gazmend Bardhi. Pjesa më e madhe e komunikimeve lidhet me njoftime për mbledhje komisionesh, ftesa nga institucione të ndryshme për seanca plenare apo kalendari i punës së Kuvendit. Megjithatë, në disa raste përfshihen edhe çështje të tjera të ndryshme. Një prej tyre është rasti i Gazmend Bardhit, i cili ka marrë edhe një email anonim që lidhet me një denoncim për presion mbi trupën e inspektorëve të hetimit tatimor. Të gjitha bisedat dhe korrespondencat e antarëve të korruptuar të Kuvendit muaj të fundit janë në duart e Homeland Justice. Jemi pra njush më shumë nga sa mendoni. A keni strehuar vërtet ata vrasës edhe vrasës fëmijësh? Ne do të sigurohemi që ky turp të mbetet me ju për gjithmonë. Nuk do t'i lejojmë mbështetësit e terroristëve të Mekut të flenë të qetë. Ajo që duhet theksuar është se bëhet fjalë për adresa zyrtare të deputetëve dhe jo për emailët e tyre personale. Në lidhje me sulmin ka reaguar edhe Kuvendi i Shqipërisë. Përmes një deklarate zyrtare, Kuvendi sqaron se incidenti ka ndodhur mbrëmjen e së hënës, kur është konstatuar një hyrje e pa autorizuar në rrjet dhe fshirja e një pjese të informacioneve në disa llogari. Sipas Kuvendit, sulmi ka pasur si synim fshirjen e të dhënave dhe cënimin e sistemeve të brendshme, por pa arritur të dëmtojë infrastrukturën kryesore. Institucionet thekson se janë marrë menjëherë masat e nevojshme për izolimin dhe neutralizimin e sulmit, si edhe për rikuperimin e të dhënave të fshira. Gjithashtu theksohet se përveç institucioneve përgjegjëse për sigurinë kibernetike, në menaxhimin e situatës është ofruar mbështetje edhe nga partnerët ndërkombëtar. Më herët, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike tha për Report Televizion se ka ngritur grupin e punës për analizimin e rastit dhe ekipet po kryen analizën teknike, si dhe duke ndërmarrë hapat e nevojshëm lidhur me këtë situatë. I njëjti grup Homeland Justice në të shkuarën ka bërë sulme kibernetike edhe ndaj faqeve zyrtare të disa institucioneve të tjera, kanë publikuar të dhënat personale të shqiptarëve, të dhënat bankare apo numrat e celularëve dhe gjithmonë kanë arsyetuar se shkaku lidhet me vendimin e Shqipërisë për të strehuar mujahedinët, opozitën iraniane në kampin e Mansës.
Qeveria do të ngrej një task force për të kontrolluar kompanitë e karburanteve për të shmangur abuzimet me çmimet e tyre që kanë regjistruar një rritje progresive në ditët e fundit. Përmes task forces do të monitorohen edhe fitimet e kompanive. Ministria e Ekonomisë do të krijojë një mekanizëm për kontroll të përditshëm të çmimeve të karburantit në treg. Lufta vijon të arrisë çmimin e naftës në tregun shqiptar. Në pikat kryesore, nafta po tregtohet me 198 lek litri, duke u shtrenjtuar me 25 lek, që prej 4 marsit, kur u rrit për herë të parë, rreth 5 ditë pasi kishte nisur lufta në lindjen e mesme. Për të menaxhuar situatën, qeveria shqiptare ka vendosur të ngrejë një task force për kontrollin e sektorit të hidrokarbureve me shumicë dhe pakicë, në mënyrë që të mos lejohen rritjet abuzive të çmimit, si dhe të monitorohen edhe marzhet e fitimit të kompanive për të garantuar që me çmimet nuk abuzohet. Kjo task force që do të ngrihet nga Ministria e Financave do të zbatohet nga administrata tatimore dhe ajo doganore, ndërsa Ministria e Ekonomisë do të marrë masa për të ngritur një mekanizëm të përditshëm për monitorimin e çmimeve të hidrokarbureve në tregun vendas, duke i krahasuar ato edhe me luhatjet në bursë. Këto vendime janë marrë pas një takimi që patën 3 ministra, Adelina Ibrahimaj, Petrit Malaj dhe Enea Karakaçi, me kompanitë kryesore të sektorit të hidrokarbureve dhe drejtuesit e shoqatës së hidrokarbureve, ku është analizuar ecuria e çmimeve në bursë. Masat e marra nga qeveria i ngjajnë atyre të vitit 2022, kur u ngrit bordi i transparencës në nisje të luftës në Ukrainë, por ai ndryshe nga task forca kishte si detyrë edhe të caktonte çmimin apo fitimin e kompanive. Nga $70 fuqia në 27 shkurt, një ditë para sulmit të SBA-ve dhe Izraelit mbi Iran, çmimi arriti në 9 mars në $119 fuqia, ndërsa këtë të martë, menjëherë pas deklaratës së Donald Trump që lufta është drejt fundit, ka zbritur në $87 fuqia e naftës bruto. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, njëherë si antari i Këshillit të Imunitetit, zbuloi për herë të parë se kërcënimet që SPAK referoi në mbledhjen me dyert të mbyllura ndaj të bashkëpandehurve dhe dëshmitarëve në procesin ndaj Belinda Ballukut janë bërë sipas tij nga grupet kriminale në Fier. Ai tha se ndryshe nga sa pretendon majoranca, pozita ligjore ish numri 2 të qeverisë është rënduar, pasi këto kërcënime janë bërë sipas tij një ditë pasi Ballukut ju caktua masa e parë e sigurisë. Para parlamentit që qytetarët i tregojnë Edi Ramës dhe botës se Shqipëria nuk është peng i askujt. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi nuk do t'jetë në seancë plenare më 12 mars kur votohen 2 raportet për dhënien e autorizimit për arrestimin e Belinda Ballukut, por do t'jetë jashtë në një protestë të thirrur nga opozita. 2 ditë para seancës, Bardhi e quan raportin e Partisë Socialiste buroj politike të Ballukut, duke thënë se në 80 minuta fjalim, kryeministri Edi Rama foli sy mbyllur zi pa përmendur asnjë provë të SPAK. Nga e di ky, qa provash ka sjell prokuria në USB-n me 16.000 faqe. Ku ky nuk i ka tërhequr provat, jo pasaport europiane, por as pasaport iraniane nuk marrim dot me këtë standard, ku hetimi nuk përcaktohet nga prokuria, por nga gjykata supreme e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Bardhi tundi një të dhënë të re të drejtësisë, duke thënë se të fortët që SPAK thotë se kanë shantazhuar dëshmitarët në emër të Ballukut i përkasin grupeve kriminale të Fierit. Janë prova të dokumentuara se si grupet kriminale të fortët e qarku të Fierit, siç thot transkripti i prokurisë, kanë ushtruar presion ndaj dëshmitarëve dhe të pandehurve tjerë për llogari të Belinda Ballukut. Socialistët i kundërshton edhe për pretendimin e tyre se pozita ligjore e Ballukut nuk është rënduar, duke evidentuar se arresti me burg u kërkua kur SPAK konfirmoi shantazhimin e dëshmitarëve, pasi ishte caktuar masa e parë ndaj numrit 2 të qeverisë. Një gënjeshtër ajo që kanë shkruar në raport dhe një gënjeshtër ajo që tha Edi Rama, se prokuria e ka patur këtë përgjim në dispozicion ku ka kërkuar marrjen e masës së parë të sigurimit. Nuk e ka pasur. Ka ndodhur ky kërcënim apo intimidim ndaj dëshmitarëve të nesërmen, kur prokuria ka kërkuar masën e parë të sigurimit. Dhe gënjeshtra tjetër ishte që e kërcënuara është vetëm një bashkëpandehur me zonjën Balluku.
Është e pavërtet, bëhet fjalë për 2 kërcënime ndaj 2 personave, ku njëra ka statusin e të bashkëpandeurës, ndërsa tjetra është në listën e dëshmitarëve të prokurorisë. Ishte për një tender, u morë nën akuzë për 2 tendera, sot akuzohet për 11 tendera. Pra e ka kryer krimin në mënyrë permanente. Kreu i grupit parlamentar demokrat thot se detyra e deputetëve nuk është të bëjnë rolin e drejtësisë, por të sigurohen që çështja nuk ka prapavi politike, argument që sipas tij e mohon qoftë mazhoranca e qoftë e pandeura Belinda Balluku. Komisioni Evropian ka reaguar lidhur me vendimin e shumicës parlamentare për të rrëzuar kërkesën e prokurorisë posaçme për autorizimin e arrestimit të deputetes Belinda Balluku. Në një përgjigje zyrtare për Report Televizion, një zëdhënës i Komisionit Evropian theksoi se institucioni që ai përfaqësonte nuk komenton raste që janë në proces zhvillimi e sipër. Ne nuk komentojmë raste në zhvillim, i takon Parlamentit të Shqipërisë të trajtojë kërkesat për heqjen e imunitetit të anëtarëve të tij, thuhet në përgjigjen e Komisionit Evropian për Report Televizion. Reagimi vjen pasi Partia Socialiste përmes një raporti mbajti qëndrim kundër kërkesës së SPAK për autorizimin e arrestimit të deputetes Belinda Balluku, e cila sipas informacioneve të bëra publike është në akuzë për parregullsi në dhënien e tenderave publik dhe korrupsion. Ditën e njëjtë, datë 12 mars 2026, pritet të merret edhe vendimi përfundimtar në kuvent për imunitetin e Ballukut. Qasje të qartë ndaj drejtësisë i kërkoi palëve politike raportuesi për Shqipërinë në Bundestag Peter Beyer, që thotë se Gjermania po ndjek me vëmendje zhvillimet në vendin tonë. Deklaratën e bëri nga selia e Partisë Demokratike, ku ndal në kuadër të takimeve që po zhvillon prej dielës me përfaqësues politikës në vend. We're talking about the EU integration process of Albania. Diskutuam për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, një vend që shpeshherë përmendet si një nga vendet kryesuese në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, nga këndvështrimi i Berlinit, ne shohim gjithashtu disa sfida dhe zhvillimet e fundit në këtë vend, veçanërisht sa i përket çështjeve që lidhen me sistemin e drejtësisë. Ne shtrim një dorë bashkëpunimi dhe ofrojmë mbështetjen tonë. Për çfarë mund të bëjmë më shumë për të siguruar një perspektivë shumë të mirë dhe një të ardhme të mirë për Shqipërinë, për popullin shqiptar dhe për sistemin politik të këtij vendi. Kjo sigurisht lidhet edhe me nevojën për një qasje shumë të qartë, transparente dhe të hapur sa i përket sistemit të drejtësisë në këtë vend. Për këtë kemi folur dhe kemi shqyrtuar se çfarë mund të bëjmë më shumë së bashku për përmirësimin dhe për të mirën e qytetarëve shqiptar. Për të adresuar problematikën me numrin e të paraburgosurve në vendin tonë, Kolegjet e Bashkuara janë thirrur nga kryetari i Gjykatës së Lartë për të riparë vendimin unifikues të vitit 2011 mbi masën e sigurimit të arrestit në burg dhe kozgjatjen e saj. Vendimi vjen në një kohë ku prej muajsh është ngritur alarmi i shifrave të larta të paraburgimit në vend edhe nga institucionet ndërkombëtare. Vendimet e gjykatave për masat e sigurisë duhet të jenë të arsyeshme, individuale dhe të plota se pse duhet arresti me burg, në vend të një mase alternative. Duhet të jetë gjykata ajo që t'jap prova se pse duhet vazhduar një arrest me burg dhe jo e kundërta, si edhe rrezikshmëria e një personi të akuzuar nuk mund të caktohet vetëm nga vepra penale. Këto janë ndryshimet kryesore që synon të bëjë gjykata e lartë, e cila përmes një vendimi të kreut të saj Sokol Sadushi ka nisur rishikimin e praktikës së deritanishme. Kolegjet e Bashkuara janë thirrur për të riparë vendimin unifikues të vitit 2011, mbi masën e sigurimit të arrestit në burg dhe kozgjatjen e saj. Vendimi i vitit 2011 thotë se kur kërkohet ose vendoset masa e sigurimit të arrest në burg, gjykata nuk ka detyrimin që të analizojë përse llojet e tjerave të masave të sigurimit nuk janë të përshtatshme. Por kjo bie ndesh me detyrimet e mëparshme të legjislacionit dhe disa vendime të Gjykatës Evropiane të drejtave të njerëzit. Në disa çështje që lidhen me Shqipërinë, GED1 thotë se argumentet e gjykatave vendase në favor të dhe kundër lirimit nuk mund të jenë të përgjithshme dhe abstrakte, por të përmbajnë referenca për fakte specifike dhe rrethana personale që justifikojnë paraburgimin e kërkuesit. Pyetja e dytë që duhet jepet përgjigje sipas Sadushit është qëndrimi i sankcionuar në vendimin e vitit 2011, se rrezikshmëria e autorit mund të përcaktohet nga vetë vepra penale. Edhe për këtë Sadushi sjell në vëmendje vendime të Gjykatës Evropiane të drejtave të njerëzit, që e thotë qartë se paraburgimi nuk justifikohet me formula stereotipe, por vetëm me arsye relevante dhe të mjaftueshme.
të mbështetura në rrethana konkrete, të individualizuara dhe të kontrollueshme. Gjykata Europiane të Drejtave të Njerëzit ka theksuar se serioziteti i veprës ose pasojat e saj nuk përbëjnë arsye të pavarura që justifikojnë ndalimin me burg. Pika e tretë dhe e fundit lidhet me argumentet që sipas vendimit unifikues të tetorit 2011 nga Gjykata e Lartë thuhet se për të përcaktuar të përshtatshëm arrestin me burg, duhet të ishte i akuzuari që jep argumentin pse. Pra duhet të jetë i akuzuari që të thotë se pse nuk duhet të ri në burg. Gjykata Europiane të Drejtave të Njerëzit e thot prerë në vendimin Hysa kundër Shqipërisë se justifikimi për çfarëdo periudhe burgimi duhet të demonstrohet në mënyrë bindëse nga autoritetet. Lëvizjen e Sadushit për korrigjime, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi e cilëson si shërbim ndaj kryeministit Rama dhe qeverisë së tij. Mazhoranca prej muajsh nuk e ka fshehur qëllimin që të marrë masa të forta ligjore për të ulur numrin e të paraburgosurve, që rendit vendin në krye të shteteve europiane. Biznesmeni Klodiana Lajbeu është thirrur këtë të martë në prokurorinë e posaçme lidhur me hetimet që po zhvillohen për koncesionin e laboratorëve. Ai ka qëndruar për rreth 3 orë në SPA, ku ishte thirrur si person që ka dieni. Pas daljes nga prokuroria, Lajbeu nuk pranoi të flasë për mediat. Thirrja e pronarit të spitalit amerikan vjen në një kohë kur SPA po heton koncesionin e laboratorëve dhe ka ushtruar kontrolle në disa kompani lidhura me Lajbeun. U sekuestruan dokumente, celular, kompjutera dhe materiale të tjera të vlefshme për hetim, ndërsa vetë Lajbeut ju sekuestrua telefone. Organizatat e shoqërisë civile kërkojnë një reformë të thellë elektorale në mënyrë që të garantohet integriteti i proceseve elektorale. Gjatë prezantimit të disa gjetjeve, organizatat bëjnë thirrje për depolitizimin e administratës zgjedhore, por edhe për një rekomandimesh të tjera që janë thelbësore në proces. Në një raport të Komitetit Shqiptar të Helsinkit dhe Qendresës Qytetare theksohet se sistemi aktual elektoral vazhdon të përballet me probleme strukturore si politizimi i administratës zgjedhore, përdorimi i burimeve publike për qëllime elektorale dhe dëshkueshmëria e ulët për shkeljet zgjedhore. Ndër rekomandimet kryesore të raportit është depolitizimi i administratës zgjedhore përmes krijimit të një trupe të përhershme komisionerësh të certifikuar dhe të përzgjedhur mbi baza meritash, duke reduktuar ndikimin e partive politike në komisionet e administrimit të zgjedhjeve. Kallëzimet e lidhura me vëzhguesit partjak ose koordinatorët e sigurisë për presion ndaj votuesve ose mbajtjet e listave të zgjedhjeve dhe aplikacioneve të tjera që dhunojnë të dhënat e tyre personale nuk shoqërohen me verifikime të plota, ku mjafton si hap verifikues të shikohen dhe kamerat e sigurisë. Përfaqësuesit e ambasadës britanike në Tiranë apeluan palët politike se reforma e re duhet të jetë gjithëpërfshirëse. E një reforme zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe funksionale që adreson realisht rekomandimet thelbësore të OSBE-ut, direkt. Të tjera organizata të shoqërisë civile theksuan nevojën për një reformë reale dhe jo një arnim të kodit aktual. Kështu që shqetësimi kryesor është a do ketë reformë? A mund të quajmë çdo arnim që kërkon në diri dhe OSBE-ja me teknikalitete gogra reformë dhe personalisht nuk e quaj reformë dhe janë bërë 13 tilla dhe gjithë e pranojmë që s'ka pas? Sa i përket hetimeve për krimet zgjedhore, organet e prokurorisë kërkuan në zgjatjen e afateve kohore. Krimet zgjedhore fillojnë më përpara, ndoshta shumë më parë, 3 deri në 6 muaj përpara ditës zgjedhjeve apo ndoshta edhe më shumë. Kështu që mendoj që periudha 30 ditë përpara dhe 30 ditë mbrapa është e vogël, se krijimi i grupit hetimor dhe bërja e hetimit përbashkëta ka vështirësitë e veta. Raporti thekson gjithashtu nevojën për mbrojtje më të fortë për sinjalizuesit e shkeljeve zgjedhore, duke propozuar që mbrojtja ligjore të shtrihej jo vetëm për personat që i denoncojnë shkeljet, por edhe për familjarët dhe bashkëpunëtorët e tyre. Ndër rekomandimet e tjera përfshihen garantimi i barazisë së subjekteve politike në media, përmirësimi i funksionit të kolegjit zgjedhor, rregullimi më i qartë i votës së diasporës dhe forcimi i hetimit të krimeve zgjedhore përmes bashkëpunimit më të ngushtë mes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, prokurorive dhe institucioneve ligjzbatuese. Një ditë pas takimit të ministrit të Bujqësisë Andis Salla me përfaqësues të Komisionit Evropian në Bruksel, Report Televizion mësose ka pasur dakordësi për të hapur fondet e programit IPARD 3 prej 112 milion euro. Aplikimet pritet të nisin në shtator të këtij viti dhe fermerët do të mbështeten në 9 masa.
Pas gati 3 vjetësh që kur Brukseli njoftoi se dyshimet për abuzime me fondet e IPARD 2 kishin çuar në bllokimin e programit në mbështetje të bujqësisë shqiptare, përfshir fazën tjetër IPARD 3, duket se autoritetet i kanë plotësuar detyrat e lëna nga Komisioni Evropian. Brukseli pritet të japë dritën jeshile zhbllokimit të fondeve. Burime nga Ministria e Bujqësisë thon për Report TV se është arritur dakordësi për nisjen e IPARD 3 në shtator të këtij viti. Sipas ministrisë, zhbllokimi do të zyrtarizohet brenda pak javësh. IPARD 3 ka 9 masa në total dhe vlera e parave që pritet të përfitojnë fermerët shqiptarë është 112 milion euro. Ky program do të mbështesë fusha si infrastruktura rurale, ndërtim tregjesh, agropërpunim apo agroturizëm, pylltari, asistencë teknike e këshillim. Një ditë më parë, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla zhvilloi një vizitë zyrtare në Bruksel, ku pati një takim me drejtoreshën e përgjithshme të Drejtorisë së Bujqësisë në Komisionin Evropian, Elisabeth Werner. Komisioni Evropian ndërpreu mbështetjen për bujqësinë shqiptare përmes fondeve të IPARD në gusht të 2023-shit për shkak se Olaf gjeti keq përdorime serioze në fondet e programit të mëparshëm IPARD 2 pas hetimeve që nisën nga denoncimet të qytetarëve të ndryshëm për korrupsion, favorizime e ndërhyrje politike. Një ditë pas operacionit në Kiras, policia e Shkodrës ka pranuar se po kërkonte Barush Bregun, i cili pasi qëlloi një herë në ajër, arriti të aratisej. Në prangara shoku i tij dhe një i mitur, Bregu është person me rrezikshmëri të lartë, i njohur si antar i grupit të Licit, i akuzuar si bashkëpunëtor në atentatin e 8 shtatorit me 2 të vrarë dhe 2 të plagosur. Pasditja së anës ishte dramatike në lagjen Kiras të Shkodrës. Policia ndërmori një operacion për arrestimin e të shumë kërkuarit Barush Bregu, i njohur si krau i djathi Ibrahim Licit. Kur patrulla i bëri shenjë ndalimi makinës Volkswagen me 2 pasagjerë, shoferi Erviz Baba nuk ju bind urdhrit dhe shtoi shpejtësinë, duke kryer manovra të rrezikshme në rrugë. Gjatë ndjekjes policore, Barush Bregu, që ishte pasagjer, zbriti nga makina dhe qëlloi një herë me pistolet në ajër, duke kanosur punonjësit e policisë. Pas këtij momenti, Bregu arratis dhe ende nuk është lokalizuar. Kërkimet e policisë mbështetur nga forcat speciale vazhduan deri në orët e mbrëmjes në Kiras, që njihet edhe si lagja guerrilase. Ato se dyshojnë se oborret me dyrë të ndërmjetme të Kirasit e favorizuan Bregun të zhdukej pa gjurmë. Policia përdori edhe dron për të kontrolluar zonën, por pa rezultat. Në kuadër të operacionit të kuduar risku, në prangara shoku i tij Erviz Baba dhe një 17 vjeçar që ishte me ta në makinë. U sekuestrua pistoleta me të cilën 40 vjeçari qëlloi në ajër dhe makina. Policia tha se po vijon operacion intensiv për kapjen e Barush Bregut, i cili më herët ka mbajtur emrin Bajram Bregu, duke e konsideruar person me rrezikshmëri të lartë për shkak të së kaluarës së tij kriminale dhe lidhjeve me grupin Lici. Por pse Barush Bregu ishte në kërkim? 40 vjeçari ishte në kërkim prej 8 shtatorit 2025, kur në qendër të Shkodrës, në një lokal pranë bashkisë u vran Armand Pali dhe Liridon Kraja. Në shënjestër të atentatit ishte Erogen Brajovic, antar i grupit Bajri, i cili mbeti i plagosur. Po kështu aksidentalisht u plagos edhe kamarierja e lokalit. Autori Rakip Gila, 29 vjeç, u arrestua pas krimit të rëndë, ndërsa sipas hetimeve, Barush Bregu dyshohet se siguroi armën e krimit pistolet dhe Scorpions, të cilat u përdorën në krim. Në dëshminë dhënë pas arrestimit, Gila pranoi autorsinë dhe deklaroi se synonte të vriste Erogen Brajovic, i cili është vëllai i Denis Bajrit. Etusi dyshojnë se motivi i atentatit të 8 shtatorit është hakmarrja mes grupeve Bajri dhe Lici, duke marrë parasysh ngjarjet e mëparshme kriminale në Shkodër, përfshirë masakrën e Dobraçit në 2024 dhe vrasjen e Kristian Kolës më 4 shtator 2025. Pas një hetimi 2 mujor, policia goditi një grup të trafikimit të armëve të zjarrit nga Malizi për një grup kriminal me bazë në zonën e Freskut në Tiranë. 2 persona që i transportonin armët në makinë u arrestuan, por grupi hetimor dyshon për të tjerë të përfshirë. Ky është momenti kur forcat të shumta policie ndalojnë një automjet në ecje pranë një rrethrotulimi te zona e Freskut në Tiranë. Operacioni është filmuar me dron nga policia dhe shihet momenti teksa uniformat blu arrestojnë 2 personat në makinë. Fshehur në bagazhin e automjetit dhe futur në një çantë brenda çorapeve, efektivët gjetën disa armë. Në to rezultuan 6 pistoleta Sig Sauer, të cilat dyshohet se janë trafikuar nga Malizi për të shitur në kryeqytetin shqiptar, kryesisht e Fresku. Armët do i dorëzoheshin një grupi kriminal me bazë në këtë zonë dhe hetuesit janë duke kërkuar prova për të mbërritur në gjurmët e tyre. Donati Jaku, 31 vjeç, banues në Shkodër, dhe Florian Gjeta, 22 vjeç, banues në fshatin Domje, ranë në pranga.
Një bashkëpunëtor tjetër i tyre u identifikua nga policia dhe u shpall në kërkim. Më i riu nga domja ishte në timon, ndërsa 31 vjeçari nga Shkodra pasagjer. 22 vjeçari Florian Gjeta dyshohet se prej vitesh e kryente aktivitetin e trafikut të armëve dhe ndaj tij janë kryer disa përgjime. Më herët i riu ka jetuar në Angli, ku dyshohet po ashtu të ketë ushtruar të njëjtin aktivitet. Edhe në rrjetet sociale i riu ekspozohej me armë në brez. Armët e zjarrit u sekuestruan bashkë me automjetin dhe me 4 celular. Bluti ishin vënë pas këtij grupi prej të paktën 2 muajsh, duke kryer hetime me metoda proaktive në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës. Grupet kriminale shqiptare shfaqën nivel të lartë organizimi dhe shtrirje ndërkombëtare, veçanërisht në trafikun e kokainës drejt tregjeve në Bashkimin Evropian. Raporti i SPAK-ut për vitin 2025 tregon se shumica e tyre veprojnë në vende të huaja, ndërsa Shqipëria përdoret kryesisht si qendër koordinimi apo e pastrimit parave. Grupet kriminale veprojnë gjithnjë më tepër në mënyrë të strukturuar përmes zinxhirëve të mirë organizuar të furnizimit, transportit, magazinimit, shpërndarjes dhe transferimit të përfitimeve financiare, duke shfrytzuar rrugët detare, ajrore, toksore dhe infrastrukturën financiare ndërkombëtare. Hetimet e prokurorisë së posaçme kanë dëshmuar se veprimtaria kriminale karakterizohet nga një ndarje e qartë e roleve, përdorimi i komunikimeve të enkriptuara, krimi i subjekteve tregtare fiktive. Shumica e aktiviteteve të rënda kriminale të këtyre grupeve, vëren në raporti, zhvillohen jashtë territorit shqiptar, ndërsa vendi përdoret kryesisht për pastrimin e parave si pikë tranziti, rekrutimi dhe qendër koordinimi. Në trafikun e kokainës, grupet shqiptare duket se kanë fijet e tyre në të gjithë hallkat. Drogat nisin nga Kolumbia dhe Ekuadori për të mbërritur në Evropë, në portet e Italisë, Spanjës, Belgjikës e Holandës, si dhe përmes rrugëve toksore në Francë e Mbretërinë e Bashkuar. Fshihet në kontenera automjete apo ngarkesa me fruta, paleta druri dhe thas kakauje, shpesh me dokumente të falsifikuara dhe kompani fiktive. Trafikantët siguruan akses në porte dhe doganat të vendeve europiane përmes korruptimit të zyrtarëve të atjeshëm. Grupet funksionojnë në strukturë gjysmë hierarkike, drejtuesit koordinojnë financimin dhe rrugët ndërkombëtare, ndërsa anëtarët merren me transportin, magazinimin dhe shpërndarjen. Pagesat kryhen kryesisht në kesh dhe kriptovalutë, ndërsa fitimet pastrohen përmes ndërtimit bizneseve dhe pasurive të paluajtshme. Kultivimi dhe trafiku i kanabisit vjon të jetë një aktivitet fitimprurës për grupet kriminale. Malësia e Madhe, Saranda, Tepelena e Gjirokastra rezultojnë zonat kryesore të kultivimit në parcela, sera apo mjedise të mbyllura, të marra me qira. Një aktivitet që zhvillohet shpesh në bashkëpunime të huajt edhe në disa raste me përfshirjet efektivëve të policisë që në këmbim të parave kanë ofruar mbrojtje ose informacion mbi kontrollet e forcave të rendit. Prodhimi trafikohet kryesisht drejt Greqisë, Malit të Zi, por edhe destinacione të largëta si Turqia, Finlanda dhe Zvicra. Struktura e grupeve funksionon vertikalisht me role të qarta, ku në krye qëndron drejtuesi, financuesi, personat përgjegjës për kultivimin, transportuesit dhe shpërndarësit, ndërsa aktiviteti zhvillohet sipas fazave të qarta operacionale, mbjellje, kultivim, tharje, përpunim, transport dhe shpërndarje. Trafiku i armëve mbetet një tjetër fenomen shqetësues. Hetimet zbuluan skema ku armët dërgoheshin drejt Mbretërisë së Bashkuar të fshehura brenda pjesëve të mobiljeve. Grupet përdorin dokumente dhe identitete të rreme dhe funksiononin në 2 nëngrupe, një në Shqipëri për sigurimin dhe transportin e armëve dhe një tjetër në Mbretërinë e Bashkuar për pritjen dhe shpërndarjen e tyre. Hetimet me ndërkombëtarët dokumentuan gjithashtu përfshirjen e grupeve shqiptare në vrasje të sofistikuara, shpesh të lidhura me akmarrje. Këto struktura funksionojnë në mënyrë hierarkike, ku drejtuesit planifikojnë ekzekutimet dhe anëtarët sigurojnë ekzekutor, armë dhe eksploziv. Krimet përfshin ekzekutime me armë zjarri, shpërtime me eksploziv, tentativa eliminimi dhe fshehje të kufomave. Një tjetër aktivitet i grupeve kriminale është trafikimi i emigrantëve nga Azia dhe Afrika drejt vendeve të BE-s, si dhe të shqiptarëve drejt Mbretërisë së Bashkuar, SBA-s dhe Kanadas. Shqipëria përdoret kryesisht tranzit. Emigrantët futen me viza pune të siguruara me dokumente false dhe më pas transportohen ilegalisht përmes Ballkanit. Pagesat për këtë shërbim variojnë nga 6.000 deri në 8.000 euro, ndërsa për skemat drejt SBA-s arrin deri në 40.000 apo në $40.000. Në gjykatën e Lezhës, mbrojtja dhe konkluzionet për portugezin Ruben Saraiva i akuzuar për vrasjen e biznesmenit Ardiani Kulaj në prill të 2023 në Shëngjin. Në seancën me dyert mbyllura mësohet se Saraiva i është drejtuar trupit gjykues me fjalët: "Ju e dini shumë mirë kush janë vrasësit e biznesmenit dhe unë nuk kam asnjë lidhje me këtë ngjarje." Kësaj deklarante i qëndroi edhe avokati i tij Kujtim Cakrani, i cili kërkoi pafajësi për të.
Sa kaq prokuroria e Lezhës ka kërkuar dënimin me burgim të përjetshëm duke akuzuar për veprat penale, vrasje për interes ose hakmarrje, si dhe mbajtja pa leje e armëve dhe municionit. Seanca e radhës do të mbahet më 25 mars, kur pritet të jepet edhe vendimi nga trupa gjykuese, kryesuar nga gjyqtari Lirim Bulica. Edhe vetë i pandevri Ruben Saraiva ka folur dhe ai rreth 20 minuta, ku ka kërkuar edhe ai pafajësi sepse nuk rezulton dhe tha që unë nuk kam pjesë dhe nuk kam gisht dhe nuk kam arsye mbi të gjitha që unë ta kem kryer këtë vrasje. I gjeni personat kush janë dhe gjeni në arsyet reale pse ka ndodhur kjo vrasje. Kështu që ne duke bazuar te pamjet filmike, te dëshmit, tek të gjitha aktet e ekspertimit biologjik, daktilografik apo kriminalist, ne nuk rezulton që Ruben Saraiva të jetë personi, rezultojnë persona të tjerë në fakt, në dosje, por nuk kanë ngritur akuzën prokuroria për këta, por vetëm për Ruben Sarajevën. Kështu që ne jemi, sigurisht besojmë tek një vendim i drejtë i gjykatës. Paga mesatare në Shqipëri është rritur në rreth 870 euro në fund të vitit 2025. Instat thotë se rritja më e madhe e pagave u regjistrua tek forcat e armatosura, ndërkohë që më shumë se 46% e të punësuarve nuk e arrin pagën mesatare të vendit. Nga ana tjetër, papunësia zbriti në nivelin 8.3% në dhjetor të 2025-s. Paga mesatare për një të punësuar në Shqipëri arriti në 86.984 lek në fund të vitit 2025, duke u rritur në raport me 2024, kur paga mesatare ishte 83.401 lek. Rritja më e fortë në 3 mujorin e fundit të 2025-s, thotë Instat, është regjistruar tek forcat armatosura me 10.6% e më pas nënpunësit civil me 6.2%. Ndeku në paga midis sektorit shtetëror dhe atij privat mbetet i lartë. Shifrat e Instat tregojnë se paga mesatare për të punësuarit në administratën publike është 23.784 lek më shumë, pasi rroga në shtet ka arritur në 103.000 lek, kurse në privat është 79.000 lek. Profesionet më të mirë paguara mbeten ato të fushës aktiviteteve financiare dhe sigurimit, ndjekur më pas nga informacioni e komunikacioni. Por të dhënat e Instat nxjerrin në pa edhe pabarazinë e theksuar mes sektorëve të ekonomisë, ku fushat me numrin më të madh të punojësve kanë pagat më të ulta se mesatarja kombëtare. Kështu, bujqësia mbetet sektori më i nënpaguar, ku rroga mesatare e punojësve është 56.100 lek, ndjekur nga ndërtimi me 70.000 lek dhe më pas sektori tregtisë, transportit dhe turizmit me një mesatare 71.300 lek. Nga ana tjetër, industria gjithashtu është nën mesatare pasi paguhet me 73.300 lek për punonjës. Pavarësisht aksioneve kundër nëndeklarimit të pagave apo rritjes së detyruar nga mungesa e punojësve, shifrat tregojnë se 46% e të punësuarve në vend marrin deri në 60.000 lek, më pas 24.8% marrin nga 60.000 lek deri në 95.000 lek e pjesa tjetër për 29.4% paguan mbi 95.000 lek. Nga ana tjetër, vjet është ulur edhe papunësia nga 8.8% në 2024 ka zbritur në 8.3%. Turizmi vlerësohet si motori kryesor i rritjes së punësimit, ndërsa bujqësia dhe industria vijojnë të japin tregues negativ. Shlyerja e kredisë në Shqipëri vijon të jetë në shifra të mira, pavarësisht një përkejsimi të lehtë në janar krahasuar në fundin e vitit 2025. Banka e Shqipërisë thotë se kredia e keqe në janar ishte 3.85%, ndërkohë që në vlerë në bilancet e bankave aktualisht janë 36.1 miliard lek kredi me probleme. Viti 2026 ka nisur me një rritje të lehtë të kredive me probleme. Referuar shifrave të fundit të Bankës së Shqipërisë, në janar huaja e keqe u rrit në 3.85% nga 3.80% që ishte në dhjetor të vitit 2025. Rritja, edhe pse lehtë, tregon për një përkeqësim të fuqisë së shlyerjes në kohë të kosteve të kredive nga qytetarët dhe bizneset. Kurse në krahasim me janarin e vitit të shkuar, kredia e keqe është në rënje me 0.27%, ku një nga faktorët me ndikim pozitiv në shlyerje në kohë të tyre ka qenë zhvlerësimi i valutave, që i ka bërë më të lira kësët e kthimit. Këto janë në fakt nivelet më të ulta të kredive me probleme, pasi Banka e Shqipërisë thotë se para 15 vitesh, niveli i kredive të pakthyera ishte rreth 25%. E përkthyer në vlerë, në total në bilancet e bankave tregtare në vend janë 36.1 miliard lek kredi me probleme, nga 34.6 miliard lek vjet në të njëjtin muaj. Rritja e kredisë së keqe në vlerë vjen për shkak të volumit më të madh të huas që po jepet për ekonominë. Shifrat
Shifrat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në janar totali i kredisë së dhënë ishte 939.3 miliard lek, nga rreth 842 miliard lek në janar vjet. Rritja e shpejtë e kredisë është nxitur nga kërkesa e lartë për hua nga bizneset kryesisht për investime, por edhe nga qytetarët që vijnë të shtojnë borxhet për të blerë shtëpi. Përmbytjet nga Vjosa në janar kanë dëmtuar serat me lule shtrydhe të 60 të kultivuesve në kafaraj të Fierit. Rreth 300 ton për llogaritë e dëmi, por ende ata nuk kanë marrë dëm shpërblimet. Sa ka që rënja e prodhimit u reflektua direkt në treg me rritjen e çmimit. Nga 300 lek, sot lule shtrydhet shiten me 400 lek për kilogram. Në Fier 1 kilogram lule shtrydhe shitet në tregun e Pakicës 400 lek. Çmimi këtë sezon është rritur me 100 lek për kilogram dhe kjo për shkak të rënjes së prodhimit në serat e kafarajt që e furnizojnë jo vetëm Fierin, por një pjesë të mirë të tregut vendas. Këto lishe është 4.000 lek kilogrami, ose 2.000 lek kupa. Më përpara ishte 1.500 lek kupa, 3.000 lek kilogrami. Prodhimi është me Pakica, pak që ka ngelur, ka një çmim shumë të shtrenjtë. Rreth 60 fermerë në kafaraj kultivojnë lule shtrydhe në sera në një sipërfaqe prej 1.800 dynym. Rreth 300 dynym u prekën nga përmbytjet në janar. Situata këtu është mjaft e vështirë, siç shihet në pamje, një pjesë e prodhimit është kalbur. Çe llogarit dëmi kot kusht jep njëri? 30 milion lek. Ky është viti më i keq për neve. Ajo do 2 muaj tash të vi në prodhim. Ne ku do bëjmë? Ku do ushqehemi tash? Po them shkaktuar llogaritë na 2 milionë gjysmë të vjetra, 3 milionë dynymi, llogaritë 40 milion lek të vjetra. Dëmi është i shkaktuar diku tek serat e mia mbi 3 milion lek përveç strukturës së serave. Këtu nuk ka ardhur asnjë komision që të vlerësojë mallin. Fermerët thonë se u është premtuar dëm shpërblim nga ish-zëvendës kryeministri Balluku dhe ministri i Bujqësisë Andis Salla, por kanë pak shpresa. Kanë kaluar 2 muaj dhe ende nuk është kryer vlerësimi. Na erdhi dhe zëvendës kryeministri, na erdhi dhe ministri i Bujqësisë dhe na kanë premtuar që do na dëm shpërblim. Muaj shkurt kaloi, ne nuk është se po i vëmë një afat, po deri tani s'kemi parë asnjë lloj vlerësimi. Janë bllokuar ordinaturat për fajt Darzezës. Çpun ka muna kafaraj që se mbytet Darzeza andeja. Dhe si përfundim ka kaluar 1 muaj nga data që ata na premtuan. Ne po i presim, jemi në pritje. Po sa të presim, sepse iku sezoni. Të prekur afërsisht 60 fermer. Mesatarisht domethënë po rreth 300 dylym. Sipas të dhënave të njësisë administrative Frakull, përmbytjet kanë dëmtuar rreth 300 ton lule shtrydhe. Duke qenë se prodhimi vjetor arrin në 9000 ton, këtë sezon përmbytjet kanë prekur afro 3% të prodhimit total. Si që jeni duke informuar dhe nëpërmjet fleshit ton informativ, NATO ka reaguar lidhur me sulmin kibernetik ndaj postës elektronike të Kuvendit të Shqipërisë, pas të cilit qëndron një grup iranian i quajtur Homeland Justice. Për Report Televizion, NATO shprehet se aleanca është për një hapësirë kibernetike të lirë, të hapur, paqësore dhe të sigurt. NATO bën thirrje të gjitha shteteve të përmbushin detyrimet e tyre ndërkombëtare edhe kur veprojnë në hapësirën kibernetike dhe të veprojnë në përputhje me kornizën për sjellje të përgjegjshme shtetërore në hapësirën kibernetike, siç është afirmuar nga të gjithë anëtarët e Kombeve të Bashkuara. Është ky reagim ekskluziv për Report Televizion pas kërkesës që televizioni i bëri për sulmin e hakerave iranianë gjatë ditës së sotme, pikërisht në postën elektronike të Kuvendit të Shqipërisë, një qëndrim ku shprehet se duhet një hapësirë kibernetike lirë e hapur, paqësore dhe sigurt, duke u bërë thirrje të gjitha shteteve të përmbushin detyrimet e tyre ndërkombëtare edhe kur veprojnë në hapësirën kibernetike dhe të veprojnë në përputhje me kornizën për sjellje të përgjegjshme shtetërore në hapësirën kibernetike, siç është afirmuar nga të gjithë anëtarët e Kombeve të Bashkuara. Gruaja luftarake politikës Monika Kryemadhi hidhet në skenën e kinemas në rolin e kryefamiljares dhe sfidat me të cilat ajo përballet. Filmi Me Fat, ku Kryemadhi është edhe bashkëproducente, shfaqet premier më 12 mars në Cineplex. Pasi u largua nga arena e personazheve të politikës, Monika Kryemadhi kërkon fat në fushën e aktrimit. Roli i gruas kryefamiljare në filmin Me Fat erdhi në jetën e saj, me ditët e përballjes me drejtësinë,
dhe pas ndarjes nga ish bashkëshorti politikan Ilir Meta. Pjesa në fillim erdhi nga Maksi dhe nga Klevi, ishte në një moment shumë të errët të jetës time dhe nganjëherë njeriu kur do t'i largohet të shkuarës ose momentit të vështirë kërkon të hidhet në një fushë tjetër. Filmi Me fat sill historinë e një familjeje shqiptare dhe sfidat me të cilat përballen të rinjt në jetën e përditshme për të ndjekur ëndrat e tyre. Edhe kur grushtohen në rrugëve, grushtohuni në ring, grushtohuni si sportist për të fituar një titull, mos u grushtoni për të dëmtuar jetën e dikujt tjetër. Pjesë e kastit janë aktorë të njohur, ndërta Maksim Aladini, Gëzim Rudi, Zamira Kita, Visianu Kcenaj, Gent Azizi, Dea Vieri e të tjerë, me personazhe që pasqyrojnë realitetin social. Është një histori e shkruar me shumë dashuri, do thoja, për artin edhe për familjen, dedikuar dashurisë, për mbi të gjithave ëndrat që kanë njerëzit. Monika Kryemadhi tregon se brenda personazhit gjeti elemente të jetës së saj. Është një grua e cila ka jetën e saj, një jetë po themi të padukshme në film, por që është e suksesshme. Ka shumë pjesë të jetës time brenda. Gjatë prezantimit të filmit, Kryemadhi nuk i kurseu as batutat me humor. Me spaku ne kemi çik problem, sepse ata ndihen kështu si të bullizuar për shkak të batutave që përdorim her pas here, qoftë në hyrje dhe në dalje, por mirë të bëhet. Është një këndvështrim tjetër që edhe ata e duan një film. Filmi Me fat duket se është vetëm stacioni i parë për Monika Kryemadhin. Duam të bëjmë një projekt që jemi në punë sipër, Love in Albania. Ti ke mundësinë të tregosh pamjen e bukur të Shqipërisë, turizmin, detin, ushqimin, por edhe muzikën. Filmi Me fat me regji të Julian Cenameti, ku Monika Kryemadhi është edhe bashkëproducente, shfaqet premier më 12 mars në Cineplex Tek. Filmi synon të sjellë një histori të afërt me realitetin shqiptar dhe një mesazh për të rinjt se rruga drejt suksesit kalon përmes përpjekjes, sportit dhe mbështetjes së familjes. Erdhëm në fund të edicionit qendror të lajmeve për mbrëmjen e sotme në Report Televizion. Mos u largoni nga ne, pas pak vjen Denis Minga me emisionin e tjerë politik. Ju urojmë shikim të këndshëm bashkë me Rupafsy.